Cili është rasti më i veçantë që keni trajtuar? Një vajzë rreth 17-18 vjeçe kishte 2 vite që ndiqe, kishte bërë vizita jashtë dhe kishte dhimbje koke. Dhe kishte bërë trajtime, vizita dhe kishte arritur konkluzionin që e ka psikologjike. Dhe i kishin dhënë antidepresiv. Dhe ajo thjesht duke buzëqeshur shoh që i mungonte një dhëmb. Në një moshë 18 vjeçe i mungonte dhëmbi kanin. Duke parë që i thashun, po ky dhëmbi këtu nuk më ka dalë. Atëherë duhet ndroj trajtim, nuk je për të bërë fizioterapi, e çova tek doktoresha Lira, që është një neonatologe që merret me dhëmbët, ordodonci, dhe hapi hapësirën dhe doli dhëmbi dhe iku dhimbja e kokës. Dhe ata më bën mik familjar dhe ajo vajza studoi fizioterapi dhe erdhi para disa muajsh më takoi në rrugë, më hodhi në qafë dhe më tha, "Kam mbaruar shkollën, dua të vi të punoj me ty."